Përshëndetje, sot kemi orën e fundit të përsëritjes në lëndën e gjuhës me temë gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta të fjalisë. Atëherë duhet të dallojmë gjymtyrët kryesore të fjalisë, që janë kryefjala dhe kallëzuesi, të përcaktojmë gjymtyrët e dyta, përcaktorin, kundrinorin dhe rrethanorin, dhe t'i përdorim ato në fjali. Fjalët kyçe, gjymtyrë kremësore, gjymtyrë të dyta, kryefjalë, kallëzues, përcaktor, kundrinor, rrethanor. Nuk harrojmë fletoren e përsëritjes A4. Atëherë thamë që sintaksa studion fjalin. Grupet kryesore në fjali janë grupi i kryefjalës dhe grupi i kallëzuesit. Fjalit përbëhen nga kryefjala, kallëzuesi dhe grupet e fjalëve plotësuese që janë kundrinorët, rrethanorët dhe përcaktorët, pra gjymtyrët e dyta. Grupet kryesore në fjali janë kryefjala dhe kallëzuesi. Keni parasysh kur gjejmë fjalin e vogël, pasi heqim të gjitha fjalët e tjera plotësuese dhe themi që fjalia më e vogël është kryefjala dhe kallëzuesi. Kryefjala tregon një njeri, send apo kafsh që kryen veprimin në fjali. Kallëzuesi, kryefjala shprehet me një emër, një përemër, një numëror dhe një grup fjalësh. Ndërsa kallëzuesi është gjymtyra tjetër kryesore e fjalisë, e cila tregon se çfarë bën kryefjala. Kallëzuesi emëror shprehet me foljen jam të shoqëruar zakonisht me një emër ose mbiemër. Pra jam plus mbiemër i nyshëm, jam plus mbiemër i panyshëm, jam plus emër ose jam plus grupin emëror. Kujdes, kur folja jam ka kuptimin gjendem ose ndodhem, është kallëzues folior. Për shembull, sot jam në kursin e shahut. Gjymtyrët e dyta të fjalisë, thamë që janë përcaktori, kundrinori dhe rrethanori. Përcaktorët shërbejnë për të treguar cilësinë e emrit dhe shprehen me mbiemra, me përemra, me emër në rasën gjinore dhe me emër në rasën rrjedhore. Pra përcaktori është gjithmonë pas kryefjalës. Kundrinorin dhe rrethanorin e përsëritëm në orën e kaluar, rikujtoni edhe një herë rregullat. Kalojmë te tekstet. Llojet e teksteve kemi mësuar disa deri më tani, por biografia, çfarë ishte biografia? Tregon jetën e një njeriu duke u bazuar në dëshmi dhe dokumente të ndryshme. Zakonisht përdoret për njerëz të shquarë, tregon ngjarje të rëndësishme të jetës së tij që nga fëmijëria, studimet, puna dhe pasionet, shkruhet në veten e tretë, sepse autori nuk është pjesëmarrës. Koha, vendi dhe ngjarjet tregojnë për pikëmbëri dhe të sakta sepse janë reale. Autobiografia, atëherë autori i këtij teksti është vetë protagonisti i cili tregon për jetën e tij, për ngjarjet, shkruhet në veten e parë. Teksti teatror. Atëherë, teksti zhvillohet në formën e një dialogu mes personazheve. Ky tekst quhet dhe skenar, i cili ka emrat e personazheve, batutat dhe shpjegimet. Atëherë, emrat e personazheve shkruhen para batutave dhe tregojnë kush duhet të interpretojë. Teksti udhëzues. Përmbajtja e këtij teksti paraqet udhëzime, fillon me prezantimin e materialeve dhe mjetet e nevojshme. Tekstet që paraqesin rregulla fillojnë me detyrimet, vijojnë me ndalimet dhe me lejimet. Fjalit janë të shkurtra dhe të qarta. Zakonisht teksti shoqërohet edhe me vizatime, fotografi ose simbole. Atëherë, do shkruani një biografi të shkurtër për një nga prindrit tuaj. Këtë doni ju. Lexoni me kujdes tekstin Elefanti dhe krokodili. Dhe paragrafi i fundit që fillon, pastaj ata i parafundit që fillon, pastaj ata u kthyen sërish deri te në këmbët e Luanit. Do thoni çfarë teksti është. Në paragrafin e parafundit do dalloni gjymtyrët e dyta të fjalisë dhe do t'i përcaktoni ato, dhe në të gjithë tekstin do nënvizoni me një vijë kryefjalën dhe me 2 vija kallëzuesin. Mësuesja ju uron punë të mbarë.